prej meje kërkohet që unë ta ndryshoj vetën time. Unë prej meje do të nuk kërkohet që unë ta ndryshoj vetë botën. Ka qenë dot një rrëfim i bukur me një mesazh të fuqishëm. Një djalosh në moshën 20 vjeçare, djalosh në vlera, djalosh i cili e tregon dot fundin e jetës tij shumë dot me një mesazh të fuqishëm. Thotë kështu: kur kam qenë dot në moshën 20 vjeçare, kam vendosur me një vendim dot të përerë, me një vullnet të hekur, me një sakrificë që shpotën s'ka pas kush më detut përpara, për ta ndryshuar botën. Për ta ndryshuar botën. 10 vite sakrificë pas sakrifice, do mund pas mundi, kam ardhur në konkluz se bota nuk është ndryshuar as pak, kam bejt ashtu qysh është. Dhe ka marrë në përfundim se unë përderisa nuk muj ta ndryshoj botën, atëherë do kam vendosur që ta ndryshoj shtetin tim ku jetoj. Dhe 10 vite sakrificë pas sakrifice, është bindur pas 10 vite kur i ka bërë dot pasandej dot, i ka bërë dot 40 vite se nuk është ndryshuar shteti as pak, atë ku ka qenë. Dhe thotë e kuptova se shteti nuk ka mundësi dot për ta ndryshuar, por përderisa nuk ka mundësi shtetin, atëherë fillova për ta ndryshuar qytetin tim. Dhe 10 vite sakrificë, 60 vite do t'i ka bërë tash. 10 vite do të sakrificë pas sakrificë, do të mund pas mundi, do të metoda të ndryshme. Vjen në përfundim se nuk është ndryshuar qyteti i ku ka jetuar. Dhe pasandej do të fillon për ta ndryshuar laçën. Ku ai ka jetuar, e njëjtë rezultat. Në fund do të familjen, prapë do të njëjtë rezultat, do 10 vite do të mund familja atë ku ka qenë. Edhe në fund ka arrit në një konkluzë që do të jetë mësim për ne, qysh ka do shejtë të primë se më dëshëm, hatta yughayiru ma bi anfusihim, derisa ata ta ndryshojnë vetën e tyre. Unë ta ndryshoj vetën time, ti ndryshoje vetën tënde. Në orë do të konkluzët ky i cili ka arritur një moshë të thellë, se po ta kisha ndryshuar unë vetën kur kam qenë dot 20 vjeçar, po ta kisha ndryshuar unë vetën, do të ishte mundësia që ta ndryshoj, të ndikoj, të reflektoj tek familja ime. Dhe momenti kur unë e ndryshoj dot familjen, e ndryshoj laçën. Momenti kur bëna shkaktar që ta ndryshoj dot laçën, e ndryshoj dot qytetin tim. Dhe momenti kur ndryshoj dot qytetin tim, do të ndryshoj qytete të tjera dhe shtetin dhe ka mundësi do që të reflektoj dhe të lejë gjuhën edhe tek njerëzit e parë. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata do ta ndryshojnë vetveten e tyre. Kështu do të fillon do të cekun se shpon unë nuk kam liri të zgjedhjes për shumë çështje. Unë kam emrin Recep dhe ju të gjithë keni nga një emër. Mirë, emri që të kanë do të kush ka kanë. Kanë pa pyet askush. Ka mundësi që do të emri s'pëlqen. Por dije do që emri e dytë që ti e formon, ai është në vlerë shumë më të pasur se emri i parë. Ka mundësi do të babai, ka mundësi do të nëna, tezja, të afërt miqa. Tani do të një emër shumë bukur, për shembull Kerim, Çerim. Çerim do të ka fjalë do për Kerim, Fisnik, Bujar, Dorlir. Nëse ti do të emri e dytë i ke formuar me mendjen tënde, me zemrën tënde, i e bërë koprac, me cilin emër do të përgjigjesh para Zotit të Madhëshëm. Merrni në para po me dytën. Jo, do ta kesh emrin e dytë. Apo koprac. Nëse do ta kalon dot emrin do Sobrit, ose do të Shëndrim, apo do të Shëndrushëm, Doritar. Edhe ti do të jesh i rebeluar me fillimisht ndaj vetvetes, së dorë do vetë do të tjerë. Me cilin emër do të pyetesh para Zotit të Madhëshëm? Do të pyetesh me emrin e dytë, jo vetëm para Zotit të Madhëshëm, por edhe tek njerëzit njohin me emrin e dytë që ti do të vetë formon, jo me emrin që ta ka lënë baba apo dikush tjetër. Kështu që për ne do të kërkohet që ta japim do të më të mirën për vetveten tonë, familjen tona, qytetin tonë, shtetin tonë. Ti përgjithësoj do të Hasan Prishtinës, i cili do Kerim, përveç që ka qenë një intelektual, e ka njohur gjuhën arabe, e ka njohur gjuhën franceze, gjuhën osmane, ka qenë një doli intelektual me kuptimin e fjalës. Ai do të ka qenë edhe i pasur. Ai do të mahnit. E ka shkri Kerim pasurinë e tij, që ka qenë do t'i pasur në mesin e më të pasurve, Kerim pasurinë e tij do të përshtet formimin e moshës së dumbëtës, pavarësinë e Shqipërisë. E ka shkri krejt pasurinë, ato mundësi do të ndodhet kundër ta. Fatkeqësisht jemi me këtë jemi të shkënjym që ti shef që kemi njerëz të mençur dhe njerëz të mirë, ai është gjendje nganjëherë do ta fus ta shkrej krejt pasurinë e shtetit ta fus në xhepin e tij. Ta bëj të kundërtën. Që Zoti Madhëshëm na do të praktikuar që bëjmë gjurmë të mira gjatë jetës dhe pasi që të vdesemi, bëjmë një emër të mirë. Zoti Madhëshëm e begatoft
Kosovën në përgjithësi, qytetarët e tij në përgjithësi, dhe Zoti i Madhërisht u ashtoft të mirat në çfarë do sferë të jetës, sidomos në sferën e arsimimit, shëndetësisë dhe të sigurisë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.